Mosmbajtja e urinës kur flini gjumë tregon këto 3 probleme për shëndetin. Mos i neglizhoni. Ka shumë njerëz që gjatë natës zgjohen disa herë nga gjumi dhe kanë të nevojshme për të shkuar në tualet. Mirë po, ka një deficiencë të madhe nëse zgjoheni nga gjumi se duhet të urinoni ose pasi zgjoheni nga gjumi dhe vini re se keni nevojë për të urinuar. Nëse nevoja për të urinuar ju zgjon nga gjumi, atëherë nuk duhet ta injoroni atë. Kjo ndodh për disa arsye kryesore. Mund të jeni duke vuajtur kryesisht nga ndonjë infeksion urinar që shoqërohet gjithashtu edhe me ndjenjën e djegjes kur urinoni. Urinim nëpërmjet edhe problemeve të ndryshme dhe pamundësi të shkarkimit të plotë të depozitës mund të shkaktojë komplikacione të tilla. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Urina shpesh është me ngjyrë të errë dhe ka një aromë të fortë, mund të shoqërohet edhe me dhimbje. Nëse keni këtë shqetësim, drejtohuni tek mjeku për të marrë gjithashtu trajtimin e specializuar. Ju janë enjtur këmbët, një gjendje e njohur si edema, fryrjet e këmbëve për arsye të grumbullimit të ujit në to. I gjithë ai uji grumbulluar në këmbë duhet të shkojë diku, prandaj rritet edhe prodhimi i urinës. Në këto raste keni nevojë më shumë për të urinuar, sidomos kur jeni shtrirë. Nëse përjetoni këto ndryshime gjatë kohës që jeni duke fjetur, tregohuni të vëmendshëm dhe adresojeni problemin tuaj tek mjeku specialist, për të evituar kështu komplikacionet që mund të rëndojnë më shumë shëndetin tuaj. Po vuani nga diabeti ose prediabeti. Në këtë rast, trupi do të rrisë edhe prodhimin e urinës, do të nxjisë gjithashtu edhe problemet në nivelet e larta të sheqerit në gjak. Kjo shpjegon edhe arsyen kryesore pse disa njerëz zgjohen më shpesh gjatë natës për të urinuar. Kjo do të ndikojë gjithashtu edhe në përkeqësimin e problemeve të shëndetit. Është e rëndësishme që, nëse vuani nga diabeti, të trajtoni shëndetin tuaj ashtu si duhet dhe të merrni në konsiderat konsultat me mjekun specialist. Nëse po vuani nga diabeti dhe ndjeni urinim të tepërt, gjak në urinë ose edhe probleme të ndryshme, adresojeni tek mjeku, pasi kjo gjë nuk duhet të neglizhohet pasi mund të ndikojë edhe në çështjet tuaja imunitare. Nëse ndjeheni edhe të etur gjatë gjithë kohës, edhe kur keni konsumuar sasinë e duhur të ujit, atëherë patjetër që duhet të kryeni analizat e duhura, sidomos edhe nëse kjo gjë ju zgjon gjatë natës. Keni nivele të ulta të hormonit antidiuretik. Me kalimin e moshës është normale që të fillojnë të bien nivelet e këtij hormoni, i cili ndihmon veshkat të mbajnë në kontroll nivelet e lëngjeve. Sa më të ultat jeni në nivelet e këtij hormoni, aq më shumë urinoni. Rënja e niveleve të këtij hormoni nis që nga mosha 40 vjeçare dhe bëhet më e dukshme rreth moshës 60-70 vjeçare. Në rastet kur nevoja për të urinuar ju nxjerr gjumi, duhet të trajtohet pasi nuk është një shenjë se duhet të injorohet. Madje edhe ngjyra e urinës suaj do të thotë shumë për shëndetin. Rreth 1 në 3 të rritur mbi moshën 30 vjeçare thonë se duhet të ngrihen në mes të natës për të urinuar. Kjo rritet me 2/3 e të rriturve mbi moshën 65 vjeçare. Gjendja quhet nokturia dhe ata që vuajnë nga kjo shpesh do të duhet të përdorin tualetin më shumë se një herë gjatë natës. Nuk është vetëm shqetësimi se duhet të çoheni nga shtrati. Gjumi ndërprerë është i lidhur me një rrezik në rritje të diabetit, sistemeve të dobësuara të imunitetit, sëmundje të zemrës, madje edhe probleme të ndryshme. Ajo gjithashtu mund të shkaktojë probleme të shëndetit mendor të tilla si ankthi, depresioni dhe psikoza. Profesori urologjisë Philip van Kerebryk po i paralajmëron njerëzit që të shikojnë për shenjat e nokturisë për hir të shëndetit të tyre. Ai citon: "Njerëzit mendojnë se ngritja gjatë natës për të shkuar në tualet është vetëm pjesë e rritjes, por nuk duhet të jetë kështu. Gjumi i dobët mund të dëmtojë seriozisht shëndetin tuaj. Kështu që njerëzit që po ngrihen disa herë në natë duhet të shkojnë tek mjeku i tyre për të parë çfarë shkakton atë. Lajmi i mirë është se nokturia mund të trajtohet kështu që nuk keni nevojë të vuani në heshtje. Një gjumë nate i ndërprerë mund të ketë ndikime të gjëra në shëndetin fizik dhe atë mendor. Produktiviteti, marrëdhëniet dhe suksesi i karrierës mund të ndikohen." Profesor Kerebryk, redaktori i Qendrës Kërkimore për Nokturinë, tha se
Mungesa e gjumit mund të ndikojë në të gjitha format dhe funksionet e mendore, duke bërë më të vështirë të përqendroheni, të kujtoni gjëra dhe të merrni aftësi të reja ose fakte të reja. Jo vetëm që mungesa e gjumit mund të shkaktojë sëmundje të urinimit gjatë natës, por mund të jetë gjithashtu një shenjë e tyre. Nokturia mund të shkaktohet nga një mbiprodhim i urinës që mund të jetë simptom për kushtet më serioze. Urinimi i tepërt i quajtur poliuria është një prej arsyeve pse trupi harxhon më shumë se 2.5 litra në ditë. Kjo mund të ndodhë sepse jeni duke pirë sasi të tepërta të lëngjeve ose mund të jenë ndonjë simptome diçkaje më serioze, siç është diabeti tipi 2. Ajo gjithashtu mund të jetë shenjë e infeksioneve të fshikëzës, gurve të veshkave, dështimit të veshkave dhe prostatës të zgjeruar tek meshkujt. Një person që ka diabetin e tipi 2 ka më shumë sheqer në gjakun e vet. Veshkat reagojnë ndaj kësaj duke nxjerrë atë nëpërmjet gjakut dhe urinës, gjë që rezulton në nevojë për të urinuar më shpesh. Në mënyrë të ngjashme, nëse keni probleme me veshkat tuaja siç angurët, atëherë ju do të urinoni më shpesh dhe problemet mund të ndryshojnë në mënyrën e funksioneve të veshkave. Nëse mendoni se urinoni më shumë se ç'është normale dhe filloni të vuani nga dhimbjet e shpinës, humbja e peshës, djersitja e natës, dobësia e këmbëve ose ethet, ju duhet të takoheni me mjekun, sa më shpejt që t'jetë e mundur për të marrë në konsiderat edhe trajtimin e specializuar siç u nevojitet. Edhe pse urinimi në mes të natës nuk është e pazakontë, nëse shpesh ndodh që t'ju krijojë edhe probleme me shëndetin tuaj, duhet të adresohet me patjetër tek mjeku përkatës, pasi mund të ndikojë në çështjet tuaja imunitare, citoi studimi. Nëse jeni duke urinuar më shumë se zakonisht, mund të ketë një arsye të thjeshtë. Ndoshta keni rritur sasinë e lëngjeve të marra kohët e fundit, ose keni pirë shumë ujë, të tilla si edhe pijet me kafeinë ose me gaz. Por nëse këto shkaqe përjashtohen, urinimi shpesh mund të ketë lidhje mjekësore. Ka disa probleme të zakonshme shëndetësore që mund të shkaktojnë në një rritje të prodhimit të urinës. Ja çfarë duhet të dini për një nga arsyet kryesore që mund të përjetoni urinimin e shtuar. I njohur gjithashtu si poliuria dhe çfarë duhet të bëni nëse mendoni se e keni atë. Sipas urologëve, poliuria do të thotë të kesh periudha të shpeshta ose të shumëfishta të urinimit për një periudhë 24 orare. Një person me poliuri mund të prodhojë mbi 3 litra urinë në ditë. Duhet të keni parasysh se poliuria është më e ngjashme me nokturinë, por nuk është një gjë e tillë. Pasi njerëzit me nokturi kanë simptoma vetëm gjatë natës, por njerëzit me poliuri zakonisht kanë simptoma gjatë ditës dhe natës. Më e rëndësishmja është ndryshimi që shkakton edhe probleme të tilla. Për shkak se poliuria nuk është vetëm urinimi i shpeshtë ose ndjesia e nevojës për të shkuar në tualet më shpesh, është e nevojshme të kuptoni çfarë po e shkakton rritjen e prodhimit të urinës në mënyrë që të menaxhoni poliurin tuaj. Në shumë raste, shkaku është diabeti i pakontrolluar, si tipi 1 dhe tipi 2. Nëse një person papritur zhvillon urinim të shtuar, është e nevojshme të shihet nëse i ka diabet të pakontrolluar. Shfaqja e lartë e poliurisë te njerëzit me diabet vjen nga glukoza, sipas Organizatës Kërkimore IDRF. Sheqeri i tepërt në gjakun tuaj nuk mund të përpunohet nga veshkat dhe të riabsorbohen përsëri në qarkullimin e gjakut. Në vend të kësaj, ai tërhiqet me ujin e tepërt dhe nxitin prodhimin e tepërt të urinës. Ekziston një lloj tjetër i diabetit, diabeti insipidus, i cili është gjithashtu shpesh përgjegjës për poliurin, shpjegon Instituti i Diabetit dhe Sëmundjeve Digjesive dhe Veshkave. Sipas ekspertëve, disa probleme shëndetësore që lidhen me poliurin përfshijnë dështim kongestioni i zemrës, venat me variçe, sëmundje të veshkave, sëmundje të tiroides. Poliuria është gjithashtu më e zakonshme te të rriturit e moshuar, veçanërisht tek gratë. Në shumë raste, ju mund të përjetoni atë që quhet një fillim akut i poliurisë. Nga pikpamja e simptomave, kjo do të thotë se një person ka qenë mirë dhe më pas, papritur është duke urinuar më shumë gjatë ditës, më shumë se kur më parë. Nëse ndjeni këto shenja në trupin tuaj, duhet t'i adresoni tek mjeku pasi mund t'ju kushtojnë shtrenjtë në të ardhmen. Është e rëndësishme të mos neglizhohet asgjë dhe të drejtoheni tek mjeku specialist për çdo shenjë të paqartë që mund të keni. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos u zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.